Një marrëveshje e pak viteve më parë mes Bashkisë Klosë dhe Bashkisë Bulqisë bëri që të dyja këto institucione të pushtetit vendor të kenë një pikë të përbashkët për depozitimin e mbetjeve urbane. Kjo pikë u përcaktua të ishte mbi fshatin Plan i Bardhë të Bashkisë së Klosit, por në këtë vend depozitim nuk trajtohen mbeturinat, por thjesht shkarkohen aty dhe lihen në mëshirë të fatit. Banorët e fshatit Plan i Bardhë të Bashkisë Klosë kanë kërkuar vazhdimisht marrjen e masave për largimin e mbeturinave prej aty. Ata shprehen se me praninë e këtyre mbetjeve po ndotet e gjithë zona, sidomos uji që përdorin për konsum apo për vaditje. Mehmet Basha thotë se kjo që ka ndodhur në fshatin Plan i Bardhë është 2 herë e rëndë, ku nga njëra anë ndotet nga mbeturinat e nga ana tjetër banorët nuk lejohet të ndërtojnë përgjatë rrugës së Arbërit. Mbeturinë që kanë hedhur mas malit këtu kanë antenat, ka qenë report ushtrak, kanë hedhur mbeturinat Bulqisa edhe Klosi. Poshtë mbeturimet janë burimet e ujit që janë burimet e ujit për tash me Plan i Bardhë, Klos, Shëdjun, mbeturinat e kanë hedhur sipër. Janë mbeturinat që kanë hedhur komplet janë ujnat që kanë prunë edhe pi populli ujë. Të merren masat hisin mbeturinat. Mbeturinat kanë vend e vet ata. Kanë gruposje, kanë çdo gjë, ose vend fabrika. Jo më hedh sipër burimeve të ujit. Se kjo është krim që mund bëjnë personat ose bashkitë. Është krim. Të të shohë vunë rruga këtu, asin, ka është vllai për Gjermania me gjithë gru, ka është tu, i kanë mbyllë lokalin. Jo lokal, është një barak sa me qitë copë dhe bukës. Si familje prapë të hikë për Gjermani. Prania e mbeturinave mbi fshatin Plan i Bardhë të Bashkisë Klosë është kthyer në shqetësim serioz edhe për blegtorinë e cila përballet me mbetje nga më të ndryshmet që hidhen aty.